Mirë se vini në këtë analizë. Sot do të zhytemi drejt për drejt në historinë e një figure që ndoshta tingëllon si e dal nga ndonjë libër fantastik, por që në fakt është mjeshtri legjendar i urtësisë, Hermes Trismegistus. Ky nuk është thjesht një mit i radhës që gjejmë për muzetë e antikitetit. Jemi duke folur për baba në vërtet të traditave ezoterike perëndimore, idetë të cilit, të lindura në rërën e nxehtë të shkretërtirave të lashta, vazhdojnë të ndikojnë mënyrën se si ne kuptojmë universin edhe sot e kësaj dite. Pra, ja se si do të udhtojmë sot. Fillimisht do të njohim këtë mjeshtër legjendar. Më pas do të krahasojmë dy perëndi të lashta, Thoth dhe Hermes. Do të shohim se si këta të dy u bashkuan në një figurë të vetme. Do të zbulojmë tekstet e mistershme të Corpus Hermeticum dhe në fund do të shohim ndikimin thelbësor që gjithë kjo pati tek alkimia dhe traditat ezoterike. Le të nisim direkt me seksionin e parë, mjeshtri legjendar i urtësisë. Nëse do t'i hidhnim një sy historisë antike, kjo figurë është praktikisht gardiani i dijes universale. Mendojeni atë si urrën e përsosur ndërmjetëse mes njeriut dhe hyjnores. Ai nuk ishte thjesht një mendimtar, ai ishte mjeshtri i urtësisë së lashtë, themeluesi simbolik që arriti të gërshetonte shkencën, filozofinë dhe spiritualitetin në një pako të vetme, të jetë të fuqishme. E dini çfarë është vërtet intriguese? Vetë emri i tij. Titulli Trismegistus përkthehet fjalë për fjalë si 3 herë i madh. Dhe jo, ky nuk ishte ndonjë epitet i zakonshëm apo pseudonim që dikush ja vuri për mirësjellje. Njerëzit e antikitetit besonin se ai ishte mjeshtri absolut i 3 atyllave thelbësore: urtësisë, magjisë ose mistereve të fshehta dhe kozmologjisë. Një lloj zotërimi që thjesht nuk gjendej tek askush tjetër. Kjo na kalon te seksioni ynë i dytë, Thoth kundrejt Hermesit. Për ta kuptuar thelbët e të figurë, duhet të kthehemi pas tek themelet, të cilat gjenden në 2 mitologji krejt të ndryshme. Në njërin anë kemi Egjiptin e lashtë me Thoth, perëndinë e dijes, shkrimit, atë që mbante në këmbë rendin e universit. Nga ana tjetër, kemi Greqinë me Hermesin, atë lajmëtarin me sandale me krah, i shpejt, dinamik, personifikimi i komunikimit dhe ai që udhëhiqte shpirtrat në botën e përtejme. Pra, njëri është arkitekti serioz i rregullit, tjetri komunikuesi dinamik. 2 botë ndryshme, apo jo? E po këtu gjërat bëhen me të vërtet magjepse. Seksioni i tretë, sinkretizmi, Hermes Trismegistus. Imagjinoni pak periudhën helenistike. Masi Aleksandri i Madh kaloi duke hapur rrugë kufi, kulturat nuk ishin më të izoluara. Ato po përziheshin. Dhe në qendra të mëdha intelektuale si Aleksandria në Egjipt, kjo shkrirje mes mendimit grek dhe atij egjiptian krijoi diçka unike. Ata morën mençurinë statike të Thoth dhe energjinë komunikuese të Hermesit dhe i bashkuan. Kështu lindi Hermes Trismegistus, bashkimi perfekt mes misticizmit lindor dhe logjikës perëndimore. Kjo filozofi në kumbin e ajër, gjë që na çon në seksionin e 4, Corpus Hermeticum dhe kozmologjia. I gjithë ky mendim gjenial u dokumentua në disa tekste vërtet të thella të shkruara diku mes shekullit të 2 dhe të 4 pas Krishtit, të cilat i njohim sot si Corpus Hermeticum. Praktikisht këto janë dialog filozofik ku Hermesi luan rolin e mësuesit të madh. Dhe çfarë na thon këto tekste? E po, ato e përshkruajnë universin jo si një hapësirë të zbrazët dhe të ftohtë, por si një organizëm të gjallë, inteligjent, ku çdo gjë është thellësisht e lidhur me fatin e njeriut. Tani nëse keni dëgjuar vetëm një gjë nga kjo epokë, me shumë mundësi është kjo maksim, si lart, ashtu edhe poshtë. Tingëllon shumë poetike, por në fakt është një koncept mjaft i ndërlikuar. Do të thotë që e gjithë ajo arkitekturë e pamate e universit, makrokozmosi, është pasqyruar përsosmërisht brenda njeriut, mikrokozmosit. Pra, thelbi është ky. Nëse doni të kuptoni yjet, planetet apo vetë hyjnoren, thjesht duhet të filloni duke studiuar dhe njohur veten tuaj. Dhe kjo na sjell tek një tjetër ide vërtet revolucionare. Gjithçka është mendje. Kjo parull fjalë pak na tregon se realiteti baza i këtij universi nuk është guri, metali apo materia e verbër, është vedia. Gjithçka fillon nga një mendje thelbësore universale. Për kohën kur u tha, kjo është thjesht geniale, sepse nënkuptonte që vedia jon pas ka fuqi reale, ndoshta të pakufishme për të formësuar atë që na rrethon. Kuptohet, me kalimin e kohës, e gjithë kjo sasi njohurish u organizua në atë që ne sot e njohim si 7 parimet hermetike, të cilat u përmblodhen më vonë në tekste si Kybalioni.
Jemi duke folur për ligje si mentalizmi, vibracioni, polariteti e të tjera. Për ata që i studiojnë, këto nuk janë thjesht teori qefi, janë ligjet bazë absolutisht të pandryshueshme të natyrës që ndihmojnë për t'i dhënë kuptim dhe rend këtij kaosi që shpesh quajmë jetë. Le të shohim se ku përfunduan këto ligje. Seksioni ynë i fundit: alkimia dhe traditat ezoterike. E dini cili është keqkuptimi më i madh për alkimin? Njerëzit zakonisht përfytyrojnë burra me mjekër nëpër laborator të errëk që digjnin e përzjenin metale për t'i kthyer në art të pastër për të bërë të pasur. Por e vërteta është komplet tjetër. Siç e shihni, ari që ata kërkonin ishte një metaforë brillante. Qëllimi real nuk ishte pasuria materiale, por diçka shumë e madhe: transformimi i shpirtit të njerëzit nga një gjendje baze në një gjendje të ndriçuar. Ishte kimi e mendjes, jo e metaleve. Dhe asnjë nga këto nuk u zhduk as pas epokës së alkimistëve. Konceptet hermetike u trashëguan drejt për drejt nga traditat e mëvonshme sekrete, si masoneria për shembull. Ata adoptuan të njëjtin model kozmologjie, fokusin e fortë tek harmonia universale, betejën e përjetshme të dritës ndaj errësirës dhe këtë ide se çdo person duhet të punojë pa pushim për të përmirësuar. Kështu që, pas gjithë kësaj historie mira vjeçare, lind pyetja: pse vazhdon të jetë kaq i rëndësishëm ky emër? Çfarë simbolizon saktësisht Hermes Trismegistus sot, sidomos për kërkuesit modern apo filozofët që ende i gërmojnë këto tradita? Ajo që përfaqëson Hermesi sot është thelbi i atij kërkuesi të pandalshëm intelektual. Është simboli i njeriu që zgjeron vazhdimisht kufit e vetdijes së tij dhe që nuk i sheh shkencën dhe spiritualitetin si dy armiq që luftojnë njëri tjetrin, por si dy anë të së njëjtës monedhe. Si mësuesi i parë i këtyre mistereve, mesazhi i tij kryesor qëndron ende në këmbë: duhet ta njohësh veten tënde plotësisht para se t'i kërkosh llogari universit. Duke i bërë një mbyllje kësaj analize, le të reflektojmë pak mbi idenë e tempullit. Sipas hermetizmit, ne kemi harxuar mijëra vjet duke u përpjekur të ndërtojmë struktura madhështore prej guri dhe ari, kur në fakt, tempulli vetëm real i rëndësishëm është vetë njeriu. Çdo hapje atij procesi transformimi për të cilin folëm, është praktikisht ti, duke ndërtuar mur pas muri këtë tempull të brendshëm, sepse urtësia e vërtet gjendet vetëm aty. Dhe kjo na lë me një pyetje vërtet e jashtëzakonshme për ta menduar. Nëse sekreti për të deshifruar madhështinë e këtij universi pafund që na rrethon është në fakt e njohja e thellë e vetvetes son, atëherë çfarë djesie masive po fshihet pikërisht tani brenda mendjes dhe shpirtit tuaj, thjesht duke pritur momentin që ju ta zbuloni? Këtu përfundon zbërthimi ynë i teksteve të vjetra për sot, por para ata që guxojnë ta kërkojnë, ky rrugtim sapo ka filluar.